Problemet e vazhdueshme me sigurinë ushqimore, ku më i fundit ishte ai në Gramsh, ku fëmijët e një kopshti u infektuan nga salmonela, por ekspertët tregojnë se autoriteti kombëtar i ushqimit çalon në punën e tij dhe se nuk po inspekton aty ku duhet. Meqense dhe akuja është në një reformim të institucionit, jo vetëm do duhet që të ketë një program ku indikatorët e riskut janë më mirë të vlerësuar, do duhet të ketë më shumë inspektime dhe pastaj të ketë një komunikim më të drejtë me konsumatorit. Ne shikojmë që shpeshherë konsumatori është më mirë të denoncojë nëpër media sesa tek akuja. Helmimi i fëmijëve është në nënhetim nga prokuroria, ndërsa kodi penal parashikon që ai që importon, prodhon apo shet produkte ushqimore që rrezikojnë shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri në 3 vjet. Vënia përballë përgjegjësisë së shkelësve bëhet edhe më e nevojshme për të rritur sigurinë ushqimore në kohën kur jemi në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Aktualisht kapitulli 12, që është ai për sigurinë ushqimore, ka qenë nga ata që ka pasur më pak progres. Të gjitha pikat kufitare duhet të kenë pika të akuz dhe nuk mundet që produktet të kalojnë pa certifikimin e inspektorit të akuz. Që kjo është diçka. Pastaj ne kemi problematika nëse laboratorët tanë arrin që të bëjnë të gjitha analizat dhe ai kanë kontakte të duhura nëpër laboratoret në shtetet e tjera në mënyrë të tillë që këto analiza të vinë në kohën e dur, në mënyrë të tillë që të gjurmohen produktet dhe të tërhiqen ato dhe të jenë sa më pak të arritshme te konsumatori. Dhe kjo do të duhet të bëhet në kohë më të shkurtër në të ardhmen, nëse do duhet që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, dhe prandaj investimet duhet të jenë shumë të mëdha kur vjen puna edhe te laboratorët tanë shtetëror, që një nga ata është ISUV-i. Në prill, Ministre e Bujqësisë Anila Denaj deklaroi se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të shkrihej dhe se do të unifikohej me Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe Akuakulturën. AKU pohon se që pas kësaj deklarate kanë dhënë mendim për propozimin dhe janë në pritje të një përgjigjeje nga Ministria e Bujqësisë.